me një plumb one Kusht ka qu këto fjallë? E prore. I kom përballu 3 vite presionet, kërcënimet, dhunën psiqike që mu ka bo. Për 3 vite kam pranuar 13 masa disiplinore. Kjo mëni me thonë se çfarë është u bo kjo inspektore mrena institucionit. Faktet flasin ndryshe për shkak që asë një shkelje nuk ka mujt me mbajt në fuqi, të gjitha i kam fitu, që kjo të regon që nuk kam bërë asë një shkelje mrenda institucionit. Arsyeja pse mu kanë dhënë këtë masa ka qenë qëllimi për largimin tem nga institucionit, specifikisht largimi jem nga rastet në nënhetime të cilat kam qenë duke jetuar mrenda dhe që janë shumë të rëndësishme për tregun e Kosovës. Në reagimet e juja në Facebook keni thonë që jeni përballë edhe me presione që 3 vite. Çfarë problemin keni ngrit ju? Cilat raste jeni kanë t'i hetu? Kujt kanë pengu këto raste? Po, është shumë e vërtet ajo që e kam nxjerrë në Facebook. Për 3 vite kom pas presion të vazhdueshëm, masa disiplinore, hakmarrje institucionale, vetëm për shkak, siç e thekam më herët, rasteve të cilat i kam në nënhetime, deri edhe në kërcënim të jetës time. Të gjitha këto i kam denoncuar në organet kompetente edhe po pres një reagim mas shpejt prej tyre. Arsyeja ka qenë ndërhyrja rasteve në nënhetime të cilat nuk kam pranu, sepse konsideroj që inspektori duhet të jetë i pavarur në punën e tij profesionale që kryen brenda institucionit, ku e prorët për disa raste të caktuara kanë tentuar të më ndërhyjnë në raste, kanë ndryshuar raportet e mia të dërguara, kanë vjedhur dokumentet e mia konfidencialeve të palën në institucion, mi kanë marrë raste të dhënshëm dhe më pastaj gjitha ato raste janë bllokuar. Unë po them drejt, unë kom zgjedhur me qenë e sulmuar brenda institucionit, sepse kom di që 2-3 vite ma shumë nuk mujnë me zgjatë këto sulme. I kom përballu 3 vite presionet, kërcënimet, dhunën psiqike që mu ka bo, vetëm mos me u bo pjesë e tyre. Sepse konsideroj që në fund drejtësia ka me orë në vend dhe shkelësit e ligjit ka me ndëshku. Nuk mundet mos me funksionu komisioni e bordi. Kush ju ka kërcënu me jetë? Kërcënimin e kom marrë prej palës së tretë, si me thonë, si me dërgu fjallë, që jam e kërcënu me një plumb, one, si me thonë se është pak shprehje e ranë, fatkeqësisht. Kush ka qu këto fjallë? E prore. Këtë rast është? Drejtori përgjithshëm. Selajdin Beqa, po thonë ju ka qu fjallë. Po. Gresa që ajo thot që ka marrë një kërcënim me vrasje prej anës tuaj. Ja keni qu fjallë me plumb, përdor fjallë tilla. Jo, për herë parë dhe gjejtë qëta, dorën zemër. Aja pretendon, është? Po, ajo ka pretendu. Më është më interesu edhe në policia të shënim zyrtar. Unë nuk kam kërcënuar ndonjëherë në kënd. Po e ke marrë si me asë denoncimsh? Asa ta, po, jam përgjigj polici, po kam shënim zyrtar, ka pas edhe 100 pretendime tjera. Ajo tash është me grupën e tyre. Tash është me Shemsiu dhe me Kaltrina.